të vërtetuara, domethënë institucionet të cilat kontrollohen prej tij. Por ky u merr kompetenca të gjitha institucioneve, presidentit të Republikës, institucioneve të pavarura, që janë në thojza të pavarura, por që ka një autonomi ligjore. U merr kompetenca, parlamentin është një rreck në duart e tij, e vërteta është, të themi realitetin. Pra, Edi Rama është sot një kryeministër me të fuqi absolute në vendin e tij. Ndaj dhe Shqipëria qëndron, ndonë se Shqipëri nuk ka diktaturë ideologjike, Partia Komuniste nuk është, Partia Socialiste nuk është hegemone me kushtetut, por është me krim, drogë dhe korrupsion. Pra, nuk krahasohet Shqipëria me Kosovën. Shqipëria është vendi 87, Kosova është vendi 53, Kosova pra qëndron shumë më lartë se sa Shqipëria në funksionimin e shtetit ligjor. Arsyeja themelore, më fal, e kësaj është vetëm një. Kosova bën zgjedhje, Shqipëria nuk bën zgjedhje. Kosova bën zgjedhje të vërteta, Shqipëria bën zgjedhje fiktive. Në diktaturën e votonin të gjithë. Votonin çdo 4 vjet, siç dihet. Absolut. Por ato ishin fiktive. Kjo është sot në Shqipëri. Zgjedhjet i dikton shteti elektoral, ku futet në zgjedhje i gjithë shteti në fushat, ku përdoren, ku eurot blihen me 500 euro vota, vota blihet me 500 euro vota, dhe më shumë, se parat janë lumë, parat e drogës, ku bandat masivisht intimidojnë qytetarët, dhe të dhanat personale ju dhanë patronazhistëve një lloj si dikur policia sekrete bënte drejtonte nga prapaskena patronazhistët e Frontit Demokratik. Kështu që Kosova, Shqipëria nuk bën zgjedhje. A e përkrani në politikat e tij Albin Kurtin, kryeministrin e Kosovës, së fundi besoj e din në data e skadimit të orgave, domethënë ka skadu. Kam përkrahur dhe përkrah qëndrimet e kryeministit Albin Kurti në paritetin, në vendosjen e paritetit në dialogun me Kosovën. Unë këte e quaj të domosdoshme. Për sa u përket qëndrimeve konkrete ndaj aspekteve të ndryshme, në konstatimin tim, komuniteti ndërkombëtar tani duket shumë më i angazhuar për një zgjidhje përfundimtare ose parapërfundimtare, por transishme, të problemit që ekzistojnë midis Prishtinës dhe Beogradit. Natyrisht, duke pa kërcënimet ushtarake, politike gjithanshme të serbomallit Vučić, unë qëndroj gjithnjë në anën e Kosovës. Aleksandar Vučić është absolutisht një ultranacionalist i verbër sa ç'ishte Gjorgjeviçi. Se s'po them Miloševiçi se ky nuk është se ka ideologji komuniste, nuk më duket ketë, përkurse Miloševiçi e kishte atë, po. Por ky është një ultranacionalist serb, është një filorus i verbër, është njëri i cili një shans historik që ka Serbia për të marrë një drejtim epokal tjetër për të ardhmen e vetë, ky shef karrigën e tij, interesat e tij prej serbomadhi dhe i sigurt
bën kërcënime lufte, Kur jemi të kërcënimit, a kina e mesazh me dërgu prej kësaj studio këtu? natyrisht, çdo kërcënim i tij duhet hedhur poshtë dhe ai duhet ta di që shqiptarët në çdo rast do reagojnë si kombi vetëm. Nuk ka asnjë lloj, i bën hesapet shumë gabim atij se si i duket ai problem, por shqiptarët janë epror, kanë epërsi, si komb kanë epërsi të plot ndaj serbëve, kanë kauzë të drejtë. Kauza shqiptare parazita është e drejtë. Pastaj, po t'jetë puna për të luftuar, u faktuar. Janë të fundit që luftuar në Europë. Janë të fundit. I kishna, Serbia ishte armatosur me gjitha mjetët, po humbi luftën. Firmosi kapitullimin. Sigurisht që ishte NATO-ja faktor madhor, po shkak kryesor ishte qëndrimi i Serbisë i Miloševićit, i Vučićit. Pra, serbët nuk fitojnë lufta. Ky është i gjithë, ata nuk nxjerrin mësime nga historia. Ata kanë nisë gjitha ato lufta, i kanë humbur të gjitha. Dhe do mbasin çdo luftë që të nisin. Në vend që të kthehen të bëhen antarë të NATO-s, antarë të Bashkimit Evropian, t'i thonë lamtomirë një shkuar me cilën s'mund të krenohen. Ata rrinë me shkurën e tyre. Po. Tani, vim të Kosova. Sigurisht Kosova ka vendime të vështira për të marrë. Por, gjykoj se në kuadrin e zgjidhjes përgjithshme, disa vendime janë të pashmangshme. Por ato vendime s'mund të bien kurrë, edhe s'duhet të bien kurrë, në kundërshtim me integritetin territorial dhe sovranitetin e Kosovës. Duke patur këto dy përcaktime, unë mendoj se hapësirat për gjetje zgjidhjesh ekzistojnë. A mendon që do të ketë trazira, doktor? Tash kjo puna Të targa në gjitha Kosovë? janë të mundshme sepse të gjitha i organizon Vučići. Sot, njeri që jeton me idenë e shtetit ti në Kosovë dhe që thot hapta se ata nuk duhen gjurmë të shtetit tonë, ai është një rrezik madhor, është një luftënxitës. Ai mund mos e njoh Kosovën, pa kur nuk mund të pretendoj të mbaj shtetin e tij në Kosovë. Që në këtë moment, ai është një luftënxitës, njëri që nxit konflikte.